Alo, buqe, e more vesh se që më ka ndodhur sot? Është sinqerisht për të ardhur keq, sinqerisht, por isha në autobus dhe ndërkohë një zotri duke si zotri në fakt, por ishte një idiot i vërtet, sepse ai erdhi aty tek dera autobusit kur unë ndërkohë isha duke dëgjuar në YouTube një muzikë, një humor, në mendjen time pa e patur mendjen kur filloi zotria duke bërë shenja me mimik, gjëra që vërtet ishin skandaloze. Të paktën unë si femër dhe si një zonjë nuk i pranoj këto. Imagjino ç'mund të ndodh tek një femër që është më e re se unë në Shqipëri dhe në Kosovë, ku moraliteti i meshkujve është zero. Nuk kanë absolutisht pak respekt për një femër dhe sillen në një mënyrë ku është keqardhje, thënë të drejtën. Po, sinqerisht është shumë e vërtet. Ashtu ka ndodhur. Unë, ndërkohë që isha duke dëgjuar në YouTube dhe ndërkohë vjen zotria dhe bën. Hajde për kafe. Më fal, me mua ke? Si për kafe unë. Po të ngrihem tani, e di si të bëj? Për spital të bëj. Ndërkohë, shoferi, çfarë bën, më shikon nga dritarja, nga pasqyra e autobusit dhe ja ndalon para se sa të vi stacioni. Kur e ndalon atje, zotria sërish fillon dhe të më bëj veprime. Hajde për kafe. Dhe unë, aq nervoz që u bëra, i thash, ju e meritoni. A është normale kjo? Hajde, po don, për mas, hajde. Edhe ju idiotin si ai? Për mas, hajde. Vërtet? Po dhe? Jo, kjo nuk është normale. Edhe ju mendoni si ai zotri? Po thu për me ta bëm, hajde për mas. Është keqardhje, kjo nuk, për mua nuk më vjen në rregull kjo. Më falë. Shka po thot për najem? Qa po thot? Ti as pe mërvesh Shqipnisë, na? Po pe marvesh najem, po t'ja përshë që t'ma bën hadade. Jo, s'po ta bën, po ta spjegon. Qka i ka ndodh? Po ti se mërvesh, ti s'po kupton Shqipnisht. O najem, ku që më s'mor shavesh që to, hajde që to e marvesh. Apo, a je normal ti, a di qa t'ka thonë? Shka? T'ka tregu qka një idiot atje ja ka bërë kësaj, pastaj nuk po të thëtë kështu, po të thëtë bëks. O, najem, ta Shqipnis qësoj i thënë qështu. Ja! Edhe qësoj i thënë pua, qësoj ju. A që? E pra që po të regojnë? Ajo dhe shkoj, ta ka thirë policinë. Po thua? Po. I hënë më zonë filmu ma mirë ma bëk. Faleminderit shumë, shikues të nderuar dhe zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, siç po e shihni ne jemi rikthyer me sezonin e ri të show spektaklit ton Odeon. Dhe bashkë me Naimin kemi vendose edhe në mes tjera është edhe një rubrikë të re. E kemi titulluar Histori kënga. Gjithsesi nga dëshira për të sjellë nga upusi i jon i artë nga këngët tona të bukra që nga njëherë nuk ja u gjejmë dot as autorin. Dhe mora shkas nga kjo që sonte ta sjellim dhe të flas pak për këngën Mora Testin. Kënga Mora Testin është një këngë popullore, burimore, të cilës nuk i dihet autori. Dhe ban pjesë në grupin e këngëve baritore. Bile në fillim ishte këndue, Mora Testin në burim me shkue. Dhe ndërkohë, tani veç jam dhe e emocionuar, për t'ja dhënë interpretimin brillant, neve na kujtohet të gjithve ikona e muzikës, zonja e nderuar e madhja Nexhmije Pagarusha. Të cilën e mbajnë mend të gjithë. Dhe unë kërkoj nga regjia që ti përcjellim pak sekuenca nga interpretimi i saj brillant. Mora Testin, nuk për me më shuje, o me
Nga e të vërtet, ikon dhe e pa diskutueshme. Dhe unë sonte kam vendosur që këtë këngë ta sjell në një interpretim të cilin e kemi përgatitur bashk me interpretim live nën udhëheqjen e artistit, udhëheqësit artistik zotëri Afrem Sadikut, që unë shpresoj që do ta rikthejmë në një mënyrë dinjitoze. Faleminderit shumë dhe shkojmë me këngën Mora Testin.